Përshëndetje me që dashur. Shkojnë e vidin e radhës, Arjan Tahiri. Arjan Tahiri bërë edhe që nuk s'pe kuptoj. Sot e pas ka ditëlindjen Hashim Thaçi, edhe ja pas klaru ditëlindjen Hashim Thaçit në emën këtë popullit Kosovës. Arjan Tahiri, ti nuk ka nevojë me haru ditëlindjen në emën tem. As në emën familjes tem. Qëpse na erojnë vetë. Ti roja në emën tonën. Je deputet i PTK-s, ti roja në emën tonë, po je në emën këtë Kosovës burë. Ku e din ti, a du me haru, na zu me haru. Ti roja në emën tonën, a i ku është atje më mëdhimet, që është i pafajshëm, po ti me haru, ti t'lidhe në emën temën, ti s'ki drejt. Ku e more ki drejt, ku s'ta dha ki drejt. Ti roja ti t'lidhe vetëm në emën tonën, familjes tonë, ose deputetëve të partisë, po jo të këtë Kosovës. Kështu që miq, shkojmë të dëgjojmë vitin e të diskutojmë së bashkë e lutëm. Sot është ditëlindja që e thatë dhe jo, për te ish presidentit e ish kryeministrit, personalitetit më të madh të kombit shqiptar, për shkak që është ai. Për te ish presidentit, personalitet më të madh të kombit shqiptar, që e ka thu, s'po të kuptoj. Tjetërën është ta spjegon më mirë. Se ka shumë personalitetet më të madh se Hashim Thaçi. E këta ta dokumentoj. Që i ka pri plafonave e proceseve më të rëndësishme që e kanë transformu gjendjen e shqiptarëve përkatësisht në Kosovë, dhe foljet e shqipit ti, shokëve ti, ne kemë rri me fitu edhe lirin, me themelu formacionin më të lavdishëm ushtrisë qytetarët të Kosovës, me siguru mbështetjen alat dhe ndërkombëtar, me ndërtu këto institucione. Nom që ishtin edhe shokët e tina. Në kësave që kë? Shkojnë edhe? Institucione që së dikim, me shpoll Kosovën shtet pavarur dhe sovran, me mrri. Ja, këtu ka dalë, freno pak. Këtu freno pak. Që këto se pranoj kur, asune, as Kosova. Hashim Thaçi, po ta spjegoj edhe njëre, po ta ri përsëris. Hashim Thaçi nuk e ka shpoll Kosovën Republikë. Hashim Thaçi e ka lexu dekretin. Edhe ato në falëndëmënyre me dhunë thojza, si mas se di ish presidentit se di Fatmir Sediut. Mos dili me shit pralla, se s'për blekër kush. Nuk u du me lexu Hashim Thaçi ato. Po drenori tha, dje një program televiziv, tha, musu të mëdhej, ka dha bloku të hanë, edhe ka lexuar. Po, mos qëtni këtu palavra, se su du me lexuaj atë dekret. Mos të një ka shpoll, thuj e ka lexu dekretin, pajtona plotësisht. Mos bëni gënjeshtra, se s'bën. Nuk bën. U vizitsu populli. Për bespo, në kamo, në klono me rajt mo. Me i realizu e me i fitu në numër të matë njojë ndërkombëtare, mbi 100. Freno pak bre burr. Kush të kish lexu dekretin që të njojë ishin ardhë, sepse bota na ka nimu. Pse po ja fut një kot? Pse po merrni lëvdatat pa kon hiç? Lëvdatat janë të gjithë Kosovës. Lëvdatat janë për gjithë Kosovën, jo vetëm për juve. Mos përqoni. Lëvdatat janë tramushit, e Thaçit, e Samis, e tjetrit, e mos i mi marrë këtu në përgoj me emna. Deri ma të voglit atina. Mos ja futin kot. Kur folni, kur jepni informacione, kur folni para kamerave, folni realitetin, kërkush së pengon. As së kritikon. Amo me dalë me fantazu, ja. Me antarësu Kosovën në shumë organizata ndërkombëtare, pra është një histori e madhe sukses dhe krenarisë. Po. Këto ki mirë, sepse këto duhet me hime në herë.
sepse Evropa i ka bo, me lap, me plan, fusnota. Fusnota në ka kajt nonën. Qëto që në ka kajt nonën, të kalzoj me vonë. Vazhdo, të kalzoj fa suksese. Gjitha kjo ka ndodhur por leadershipi i tij, andaj kjo është arsyeja që e bën ato më të mëdhen e më të rëndësishmin dhe Ato se bën më të madhe hiç. Mu je shumë keq. Ka shumë më të mëdhen se Hashim Thaçi. Hashim Thaçi e bën më të madhin po tregtit tokës të Kosovës. Po, e bën më të madhin. Me gjithë Ramush Haradinin. Ai qa korën, ky Mitrovicën. Mu më kishar turp, Arjan Tahiri me dalë mi folë të fjallë që a i ka i folti, se këtë botë edin. Kështu që ka dalë. dhe dëshiroj të shpreh edhe vlerësimin edhe respektin, po me knatësinë edhe respektin maksimal t'ja uroj ditëlindjen në emër të gjithë shqiptarëve. Respekt, jo, në gjithë shqiptarëve, jo. Për te asoj përgjithësisë unë që kam, po vetëm me ndjenjen e respektit dhe vlerësimit për të kaluarën e tij të lavdishme, si dhe me urimin që ditëlindjen e ardhshme ta pret me gjithë vëllezërit e tij, me dashamir bashkombësit e tij në Kosovë. Këtu unë e pajtona që vitin e ardhshëm e prit ditëlindjen e shpreh me kon ka qef aj. Po ma boti muë, ma të madhin qiptaris, absolut që jo. Më thonë Albinin po, për Albinin po, se Albini t'i kthej 17% teritorit. Ti njeko sërb për Mitrovice, ti hiqe sërb të mshele strukturat ilegale sërbe, sa të drën u denu me bërë të përjeshëm kriminalat, shok të qëtyne. Që në imanë u shëti që me anë jetina. Po shkojna me. Sot është ditë Beogradit të tre, ka shku në Armeni për ta lutur në ndihmo ta ndajmë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. A më kupton ti? A për dëgjarën Arjan Tahiri. Këta s'pe thomëne. Ta për thot gazetari. Edhe ka bo shumë të madhe këta. Shkojnë miq. Çka ndodhë, po harrojmë shpejt ne. Ne jemi popull që harrojmë. Shumë e vërtet. Po na harrojmë. Go. Dhe Ranković, nëse keni ndëgjuar për Rankovicin, për Tito dhe se keni ndëgjuar, po për Rankovicin, në kohën e Arjan Tahiri t'ja ke dëgju për Rankovicin. Se unë e di. Po unë e di që Rankovicin nuk jep toka. Me marë po, jo me dhonë. Vimit masiv të shqiptarëve nga Kosova në vitë 56-59, për të bërë një balans demografik, dhe ka bashkanit Kosovës, një pjesë të Kosavisit, Leshakut dhe një pjesë të Zotin Kosovës. Tash. Po. A duhet nësëm në viktimet Titos, Qa me thonë? Rankovicit, Qa me thonë? është të bajt historike për shumë vesh bëjanës për në bashkanit Kosovës. Turpi i madh. është nësë mëtësisht botërështë. Në vjen mjesë në faktorët nërkëmtarë, po reflektojnë që drejtën gjëpis dhe Jas po, foli sanë. Vazhdojnë miq. Politike nuk o distancuar nga fjala e presidentit Thaçi që dhe thot veri është dhurat e Rankovicit. Po Rankovici kishte prej s'duket kombit, nuk jep të dhurat a kombit tim. A pe kupton Arjan Tahiri? Si ka mundësi një njeri që t'ka vrat, ka pret, ka gri, po t'jep ka tëp. Si ka mundësi, s'pe kuptoj. Ja, por këtë arsye sa mënë, ty s'ka në me arru në emën tem të një, se ja arroj vetën. As në emën të familjes tem. Shkojnë miq, ti tregojmë. Ndërtesat kanë qenë të braktisura nga struktura paralele. Go. Ta zëmë në zveçan, kur ka hyrë policia jonë, e ka gjetur fotografinë e Vladimir Putinit. Vladimir Putini në konkretor komune, në cilën është binjak të zonë. Eko kolona. Pra problemi këtu është i thellë, po ky problem nuk shtuket nëse i mbyllim syt. Ky problem duhet demaskuar, duhet denoncuar o do zgjidhur. E
Po tjetër. Në poshtë, absolut. Absolutisht. Që udhëheqjet që kanë qenë aty dhe kanë praktisur ndërtesat nuk kanë qenë thjesht kryetar komunash. Ata që janë Shkojmë. ndërtesat. A jeni takuar me Radojqiçin, po më intereson. A keni raporte me Radojqiçin? Si ka mundësi burr me rajt kaq mirë, s'm taku kur me Radojqiçin. Kur këtë bota këna po që konë në presidencë me to. Aran Tahira, e di këto sanë të ajo. Shkojnë me që. Këto a vërteton Ramushi vetë. Ka kërkuar. A është As nuk e di kush është, as nuk e Ka kërkuar nuk ka kërkuar taku. Kom takuar edhe presidentin Thaçi me zotin Radojqiçin zyreve. Kanë Në mu. presidentin kanë bajti takim përbashkë. Po. Liderët e institucionit të Kosovës, po. Jo, Unë jo. Unë jo. durej që një herë kom takuar edhe presidentin Thaçi me zotin Radojqiçin zyreve. Zyreve. Presidentin kanë bajti takim përbashkë. Jasë që vijë o bojtë kështu do të them unë. Jam takuar me të dy. Po ashtu i kam parë edhe disa të tjerë. Dhe secili prej tyre ju ka premtuar sërve kulla e qytetit. Që të Ashimi është në 7 milion shqiptarë nuk mosh me gjithë mashtrus më të madhe. Që të rrënë në sy, edhe tu s'ka për shokë, që kur s'ka ndodhë kur zonë, do në në vetë që të Nase. Unë nuk besoj që ka një të dytë. Këtu se di se edhe këti se besohet që është fort, po nëse me gjithat, kjo vazhdon se po dokën me vizë tjera, ke lidhe me vizë tjera. Kështu që Mr. Dashër, kur e me besu? Aran Tahiri ka arruhe që falë zotit teknologjisë që jo dalë, sot nuk mund për me gënjë kur kërkon hiq, sepse qërë, 1, 2, 3, ta punojnë, 4, ta punojnë. Këtë informacionit për jasë dhe në zhë i nëzjerë. Kështu që PDK, LDK, AOK, mësë mënoni me rajt, me dalë, se këtë kena me aqit zezat, që keni bo? Vetëm me fakte, me shpifu, nuk shpifi. Qka ka në për rrjetet sociale, në për televizione, në për programa televizive, e keni pasqyre. Mustoni tani valla jo, këta të vëves po dalën e po shpirë, po shfajnë. Jo, unë me ofendu nuk ofendoj. Mu më ofendojnë plot, problem se kam. Saj se më ofendon mu. E ofendon vetën, familjen e vetë. Qatë kulture ka. Kështu që, mi së dashër, kjo është e video për sot, mire po shumë video radhë. Këtë video nuk pata me bo, po me dalë dikush, me uru ditlinë e dikujna, nëmën të poplit Kosovës, do të me kom pak me vetë, me pytë. Ti, ja uron nëmën thonën. Miq, edhe njerë, Zoti rujt atë ku jemi, pozitë e opozitë.